Teta ara esëll, receta që bën mrekulli për shëndetin e trurit. Arrat kanë dy fishin antioksidantëve krahasuar me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë nga organizmi radikalet e lira që dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë shumë komplikacione. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina dhe proteina. Shpjegon se njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arror. Një studim i fundit doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 ara në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arave parandalon problemet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe gjithashtu problemet e radikaleve të lira. Në veçanti, ngrënia e 8 arave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të rëndësishme dhe më të shëndetshme për njeriu. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat Healthline, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Por këto yndyrna janë në poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjegojnë se mjaftojnë 8 ara në ditë, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 ara para buke, njeriu mund të humbas peshën e tepër trupore dhe të rritë gjithashtu përfitimet e organizmit të tij. Ndaj, konsumi i arrave në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e trurit. Arrat janë të pasura me nivele të larta të magnezit, hekurit, fosforit, gjithashtu vitaminës A, vitaminës C dhe vitaminës B. Ato ofrojnë përfitime të larta të shëndetshme për mbrojtjen e shëndetit të trurit. Omega 3 që gjendet me shumicë të arrat është një aleat i mirë i shëndetit të trurit dhe konsumi i arrave në dietën tuaj do ta kthejë atë në një prej faktorëve më të rëndësishëm për të qenë edhe një mbrojtje e shëndetit të kujtesës. Arrat kanë dy fishin antioksidantëve krahasuar me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë nga organizmi radikalet e lira të cilat dëmtojnë dhe shkaktojnë komplikacione të njëpasnjëshme. Siguroni të konsumoni të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë, në mënyrë që përfitimet e tyre të jenë më të mira edhe të mos keni efekte negative për shëndetin. Sipas ekspertëve, arrat janë një zgjedhje fantastike pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arror mjaftueshëm në dietën e tyre. Një studim të cilit i referohemi doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë, dhe sipas të dhënave, konsumi i tyre në veçanti mund të ofrojë mbrojtje mjaft të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Ndaj, ato konsiderohen si një zgjedhje ushqimi i mirë për shëndetin e njeriut. Përveç se të pasurit me shumë antioksidant, ato përmbajnë fibra, proteina, vitamina dhe minerale, të cilat janë të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Arrat janë të mira për shëndetin tuaj mendor dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre në menun ditore. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit të trurit tuaj, duke i dhënë atij të gjithë elementet e fuqishëm për ta mbajtur më të fortë, më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e rënda. Ekspertët thonë se, duke konsumuar të paktën 8 kokra arra në ditë, ju do t'i ofroni trurit të gjithë elementet ushqyes për ta mbajtur atë më të fortë dhe më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Siguroni të konsumoni arror mjaftueshëm në dietën tuaj, pasi ato janë të pasur me element ushqyes të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë të pasura me vlera të yndyrnave omega 3. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me proteinë dhe një kombinim i të dyjave mund të jetë një element shumë i rëndësishëm jo vetëm për shëndetin e trurit, por edhe për të gjithë organizmin tuaj në tërësi. Forma ushqyese e tyre e kthen atë në një prej aleatëve më të vlefshëm për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të përditshme. Arrat janë ndër frutat më të shëndetshme për trupin dhe organizmin tuaj. Rekomandohet që të konsumoni të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë.
Ja arsyet, pse duhet të konsumoni arra çdo ditë dhe cilat janë përfitimet kryesore për shëndetin tuaj. Arrat janë një ushqim i plot për trurin. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë të arrat ndihmojnë në zhvillimin e trurit, përmirësojnë kujtesën dhe proceset e tjera. Arrat janë një produkt ideal për shëndetin tuaj të kujtesës edhe në luftën kundër depresionit. Arrat janë tepër ushqyese për shëndetin, mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3, gjithashtu edhe element të mirë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vitaminat dhe mineralet që gjenden me shumicë të arrat janë gjithashtu shumë të vlefshme për mbrojtjen e organizmit tuaj. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, folat, tiamin e të tjera, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do të cilësohet nga ekspertët si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese për trupin dhe për shëndetin tuaj në tërësi. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acide yndyrore të cilat i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, zhvillimin, gjithashtu imunitetin dhe parandalimin e komplikacioneve. Dhe përfshirja e arrave në dietën tuaj do ta kthejë atë në një prej produkteve më fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit në organizëm. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin gjithashtu nivelet e problemeve të kolesterolit të keq. Vaji i arrave është ushqim për flokun. Vaji i arrave përmban biotin ose vitaminën B7, kalium, omega-3, 6 dhe 9. Këto elementë do të forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënjen dhe trajtojnë gjithashtu edhe problemet e zbokthit. Arrat kanë në veti shumë të mira kundër problemeve të mykut dhe mbajnë larg edhe infeksionet. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin e lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin kundër radikaleve të lira si pasojë e stresit, gjithashtu dhe rrullave në fytyrë. Vaji i arrave është një ushqim shumë i mirë për zbardhjen e rrafëve të zi poshtë syve dhe mund të relaksojë më mirë gjendjen tuaj shëndetësore. Përfshirja e arrave në dietën tuaj do ta kthejë atë në një prej produkteve më të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Arrat parandalojnë gjithashtu problemet kundër radikaleve të lira dhe kundër shëndoshjes. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ju ndihmojnë për një shëndet më të fortë dhe organizëm më të mirë. Arrat ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e kockave. Falë përmbajtjes së acideve yndyrore omega-3 janë të mira për tretjen. Meqense arrat janë të pasur me fibër, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si dhe luftojnë problemet në të. Arrat përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet për gjumin. Ky hormon gjendet te arrat duke e kthyer atë në një snek të përkryer edhe për përmirësimin e gjumit. Arrat forcojnë imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid, por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar duke parandaluar riprodhimin e qelizave të dëmshme. Arrat ofrojnë mbrojtje për shëndetin tuaj të enëve të gjakut. Acidet yndyrore omega-3 parandalojnë çrregullimin e ritmeve të rrahjeve të zemrës, reduktojnë mpiksjen e gjakut dhe kanë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginin që gjenden te arrat ndihmon elasticitetin e enëve të gjakut dhe redukton riskun e sëmundjeve të zemrës. 75 gram arra në ditë mund të jetë një cilësi e mirë për shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë të konsumoni jo më shumë se 8 kokra arra në ditë, kryesisht edhe në vaktin e parë të ditës. Kështu, përfitimet e tyre në mbrojtjen e shëndetit tuaj total do të jenë më të plota dhe do të evitoni edhe komplikacionet të organizmit. Sigurohuni të konsumoni arrat në vazhdimsi të dietës suaj. Ndikimet e tyre të rëndësishme do t'i kthejnë ato në një prej produkteve më me shumë vlera në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e shëndetit. Sigurohuni të konsumoni arrat sa më natyrale dhe pa përmbajtje të aditive. Kështu përfitimet, vlerat dhe ushqyesit e saj do ta kthejnë në një prej produkteve më fantastike në dobi të shëndetit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e arrave të freskëta si një mundësi ushqyese e rëndësishme për trupin.
Sigurohuni t'i konsumoni arrat në dietën tuaj të rregullt, duke i përfshirë ato edhe në kombinim me kosin ose dhe me mjaltin. Ndikimet e tyre në organizëm do t'i kthejnë ato në një prej produkteve më të vlefshme me përqindje më të lartë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e arrave të freskëta në dietën tuaj. Kështu, vlerat, përfitimet dhe elementët ushqyes të tyre do t'jenë më të plota, pa ndikuar edhe në gjendje të ndryshme të shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.